Në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, unë sot të çliroj ty nga çdo mallkim financiar. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që bllokon financat e tua, çdo shpirt varfërie, çdo shpirt magjie, çdo shpirt mallkimi, çdo shpirt okultizmi, në emrin e Jezus Krishtit unë të çliroj ty sot dhe thyej sot fuqinë e tyre mbi jetën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, për hir të vajosjes që Zoti më ka dhënë, unë deklaroj të thyera prangat që të mbajnë ty të varfër, që të mbrajnë në mallkimet e trashëguara dhe që të mbajnë të lidhur. Në emrin e Jezus Krishtit unë urdhëroj çdo fuqi të errësirës, ndalo dhe stop në emrin e Jezus Krishtit dhe largohu tani nga jeta jote. Në emrin e Jezus Krishtit i urdhëroj të largohen të gjithë frymrat dominuese dhe skllavëruese. Dhe sot në emrin e Jezus Krishtit unë shpall rendin hyjnor të Perëndis mbi ty. Unë shpall rendin hyjnor të bekimeve të Perëndis mbi ty. Në emrin e Jezus Krishtit dhe i quaj të hapura të gjitha furnizimet hyjnore në jetën tënde, të shpall të lirë dhe të bekoj me guxim, me bindje, me qëndrueshmëri dhe me një menaxhim superhyjnor të financave të tua. Në emrin e Jezusit, amen. Dhe mos harro në datën 13 prill, eja dhe merr origjinal gjithçka që i ligu të ka vjedhur. Zoti është i gjallë dhe ai vepron nëpërmjet të vajosurve të tij. Në emrin e Jezusit, unë të bekoj dhe të pres në 13 prill. Amen.